Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Habit mjeku, gështenjat shërojnë këto sëmundje, janë mosha që duhet i konsumoj urgjent. Disa e pëlqejnë të pjekur, të tjerët mendojnë se është edhe më mirë pa pjekur, dhe të gjithë kanë të drejtë, sepse gështenja është e përsosur në çfarëdo lloj forme pavarësisht se si ajo përgatitet. Sipas ekspertëve, ndryshe nga shumica e frutave të tjera të thata, gështenjat përmbajnë pak proteina ose yndyra dhe ofrojnë kryesisht karbohidrate komplekse. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se i mungojnë lëndët ushqyese thelbësore. Është gjithashtu plot vitamina dhe minerale të cilat janë të vlefshme edhe për trupin ton. Nga ana tjetër, për këtë arsye, ju nuk duhet që të humbisni konsumimin e gështenjave gjatë sezonit. Si fillim, gështenjat përmbajnë fibra të cilat janë të rëndësishme për tretjen. Vetëm 10 gështenja të pjekura plotësojnë 17% të kërkesës tuaj të rekomanduar ditore për 25 deri në 30 gram fibra, falë të cilave edhe tretja juaj do të normalizohet. Nga ana tjetër, fibrat e gështenjës do të kontribojnë veçanërisht edhe në uljen e kolesterolit të keq, por edhe duke stabilizuar presionin tuaj të gjakut dhe mbajtjen e një peshe më normale, e cila është veçanërisht e rëndësishme për njerëzit të cilët duhet të shikojnë çdo kalori që ata hanë. Nga ana tjetër, ato përmbajnë karbohidrate komplekse, të cilat treten shumë ngadalë. Kur jeni të uritur, mos nguroni të merrni një gështenjë. Kjo nuk do të shkaktojë rritje të nivelit të sheqerit në gjak, por nga ana tjetër do të eliminojë të gjitha dhimbjet e urisë dhe ngrënien tuaj të tepërt. Ndryshe nga bajame dhe kikirikët, të cilët kryesisht përmbajnë proteina, gështenjat janë të pasura me karbohidrate komplekse. Trupi po i tret ato ngadalë dhe ky frut të vjeshte konsiderohet si një burim i qëndrueshëm energjie. Gështenjat përmbajnë plot vitaminë C, e cila është e vlefshme për imunitetin. Forcimin e sistemit imunitar. Ndryshe nga të gjitha frutat e tjera, gështenjat përmbajnë vitaminën C, e cila njihet pikërisht për këtë rol kaq të rëndësishëm dhe sipas ekspertëve është gjithashtu mjaft i vlefshëm sidomos për shëndetin e enëve të gjakut, forcimin e muskujve dhe kolagjenit në të gjithë trupin tuaj. Sipas ekspertëve, si një antioksidant, vitamina C mbron qelizat nga efektet e dëmshme të radikaleve të lira dhe për këtë arsye ajo ndihmon edhe në absorbimin dhe ruajtjen e hekurit. Ajo nga ana tjetër përmban edhe vitaminën C bakër, i cili forcon qelizat e gjakut dhe gjithashtu mbron dhe pastron enët e gjakut, forcon nervat, sistemin imunitar dhe kockat, si edhe ndihmon në përthithjen e hekurit. Për të plotësuar të gjitha kërkesat tuaja, sidomos 1/5 e nevojave ditore të trupit për këtë lëndë ushqyese, mjafton që ju të hani të paktën 10 gështenja të pjekura dhe duke folur për enët e gjakut duhet të përmendim edhe zemrën, ku ne duhet të konsumojmë yndyra të mira, acide yndyrore omega 3 dhe omega 6, të cilat vijnë pikërisht nga gështenjat. Ato përmbajnë kalium, i cili është mjaft i rëndësishëm për rregullimin e presionit të gjakut. Gështenjat e pjekura përmbajnë shumë pak natrium, por janë të pasura me kalium. Prandaj konsiderohet e dobishme për njerëzit të cilët janë me hipertension. Kjo gjithashtu do të ndihmonte në faktin se ka një efekt të theksuar diuretik dhe kontribon në eliminimin e lëngjeve tek njerëzit të cilët vuajnë nga mbajtja e ujit në trup. Gështenjat e zjera treten më lehtë se ato të pjekura, por përmbajnë vetëm pak më pak kalori.
Gështenja e zgjerë përmban 120 kalori për 100 gram dhe e pjekura 190 kalori për 100 gram. Dalje në treg e gështenjave është një lajm i mirëpritur nga të gjithë. Kjo ndodh vetëm për faktin se gështenjat janë të shijshme. Ato janë të buta dhe të sillin ndërmend të gjithë atmosferën festive të darkave në familje. Mënyrat më të mira për shijimin e gështenjave janë pikërisht zgjerja ose pjekja. Nutricionistët thonë se pjekja e gështenjave e bën më të thellë, aromën e tyre karakteristike, më të mprehtë shijen, por mbi të gjitha ruan vlerat fantastike të tyre. Vlerat për shëndetin të gështenjave të pjekura. Sistemi tretës. Gështenjat janë shumë të pasura me fibër. Kjo e fundit është thelbësore për mbarvajtjen e punëve në sistemin tuaj tretës. Ajo gjithashtu ul kolesterolin dhe stabilizon nivelin e sheqerit në gjak. Sipas të dhënave, një sasi prej 85 gram gështenja të pjekura ofron 4 gram fibër. Gështenjat përmbajnë kryesisht fibër të patreqme, e cila pastron zorët nga mbetjet ushqimore. Nivelet e energjisë. Ndryshe nga arrorët e tjerë, gështenjat përmbajnë sasi të larta karbohidratesh. Një sasi prej 85 gram gështenja të pjekura përmban 45 gram karbohidrate. Ato nevojiten për energjinë afat-shkurtër dhe afat-gjatë në organizëm dhe ndihmon në funksionin e sistemit tuaj nervor. Karbohidratet që përmbajnë gështenjat janë njëkohësisht komplekse, që do të thotë se treten ngadalë dhe energjia që ofrojnë ato është më e qëndrueshme. Gështenjat e pjekura për shëndetin e trurit. Gështenjat e pjekura për shëndetin e trurit përmbajnë vitamina të kompleksit B, të cilat treten në yndyrë. Ato ndihmojnë në prodhimin e ruazave të kuqe të gjakut, për shpërbërjen e proteinave, përçimin e energjisë, shëndetin e lëkurës dhe funksionet e trurit. Një sasi prej 85 gram gështenja të pjekura, ju do të gjeni 21% të dozës së rekomanduar ditore të vitaminës B6. Sipas të dhënave, e njëjta sasi ofron 15% folat, 14% tiamin dhe 9% riboflavin. Nga ana tjetër, ju duhet të dini se një vakt i pasur me vitamina B mundet që të plotësohet shumë mirë me sallata jeshile, mish pa yndyrë dhe gështenja të pjekura. Mangani. Ky antioksidant i rëndësishëm do të luftojë të gjitha radikalet e lira, të cilat të rrisin rrezikun e sëmundjeve të këqija dhe sëmundjet e zemrës. Nga ana tjetër, ju duhet të keni parasysh se një sasi prej 85 gram gështenja ofron 1 mikrogram mangan. Kjo sasi përbën 50% të dozës së rekomanduar ditore. Nëse dëshironi një mëngjes të pasur me këtë mineral, atëherë ju duhet që të konsumoni tërshër me gështenja të pjekura. Kockat. Një sasi prej 85 gram gështenja të pjekura ofron 22% të dozës së rekomanduar ditore të bakrit. Ky mineral është i domosdoshëm për sistemin tuaj imunitar, por edhe për kockat. Ju mundet që t'i kombinoni gështenjat e pjekura me kumbullat e thata për një vakt të pasur me bakër. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.